Nuk e lejuan t'ia gjuaj një grosht të dhejut të Drenicës mbi varr. Ndaj nuk më mbajti dot vendi atje në Tiranë, po desha t'jem këtu sot, pra nënës dhe gruas së Hashimit. Fatkeqësisht, babi nuk e lejuan t'i jap lamtomirën e fundit bashkë me ne sot. Nuk e lejuan t'ia gjuaj një grosht të dhejut të Drenicës mbi varr. Por, në vend të babit, sot ka ardhur Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Logina. Haxhi Thaçi, ky burr i shtrirë përpara nesh dhe për cilin morëm të gjithë rrugën për këtu në Skënderaj, është shembulli se si njeri i thjesht mund të bëhet një atletar i madh. Kjo është e mundur kur urtësia, njerëzillëku, ndershmëria, lidhjet e forta me njerëzit dhe përkushtimi i përditshëm i një burri që duket i zakonshëm, shumë fishohen, ndriçojnë dhe frymëzojnë përkushtimin dhe sakrificat për atë dheun, për kombin, për njerëzit. Ndaj nuk më mbajti dot vendi atje në Tiranë, po desha t'jem këtu sot, pra nënës dhe gruas së Hashimit. Nënës dhe bashortes së komandantit, si që të rasim, gjithnjë dhe në shtëpi, i cili në këtë ditë ndarje të dimshme duhet të vijoj të jetë larg në luftë. Prandaj kur një baba largohet nga kjo botë, ai nuk e lë pas thjesht një familje në zi, ai lë pas një trashëgimi, një testament të karakterit tij. S'ka litur njëtën atyre që ai ka rritur, në vlerat që ai ka ngulitur, në vizionin që ka transmetuar. Me ndarjen nga jeta të Haxhi Thaçit, ne nuk vajtojmë vetëm një baba. Ne nderojmë një figurë që mishroi sakrificën, mësimet të cilës formsuan historinë dhe ishin busulla e moralit që krijoi një lider historik si Hashim Thaçi. Vërtet është vështirë ta pranojmë këtë humbje. E aq më shumë mënyrën se si erdhi. Me një breng të thellë, me një dhimbje të heshtur që nuk ka fjalë për ta përshkruar, me një mall që diste shpirtin e tij çdo ditë e më shumë.